Kur jam mbi vendosim, si me thonë, cilësorin aktiv, emrit musliman, duket sikur një farë nocioni që është përdorur, e ndoshta edhe keq përdorur nga disa grupe, sepse kanalizohet kryesisht tek sfera e rrafshit politik. A nënkupton një musliman aktiv në këtë kuptim aktivitetin në çdo fushë të jetës, pa përjashtim? Besimtari apo muslimani aktiv normal që duhet të jetë në çdo dimenzion të jetës së tij, jo vetëm domethënë në aspektin fetar. Për arsye se kemi persona që janë aktiv në aspektin fetar, ndërsa pasiv në aspektin e dynjas, në aspektin e kësaj bote. Edhe kemi njerëz që janë aktiv në aspektin e kësaj bote, mirë po pasiv në aspektin e fesë, në aspektin e ritualeve fetare, në aspektin e religionit. Edhe kemi persona që janë pasiv në të dy sferat, edhe kemi persona që janë aktiv në të dy sferat. Edhe një besimtar duhet të jetë aktiv në çdo pore të jetës së tij. Mund të balancojmë këto dy funksione, si me thonë? Gjithsesi, pejgamberi alayhi salam ka thënë, nëse ndonjëri prej jush e shen ndonjë tëmet, e shen ndonjë të keqe, atëherë let mundohet ta ndryshoj atë me dorën e tij. Nëse nuk mundet me dorën e tij, atëherë me gjuhën e tij. Nëse nuk mundet me gjuhën e tij, atëherë së paku ta urrej me zemrën e tij. Mirë, po kjo është domethënë masa e dopt, niveli i dopt i besimit. Çka domethënë kjo? Që nëse një person e ka atë autoritetin e tij, e ka pozicionin e tij, ku mund ta ndryshojë një gjë me dorën e tij, atëherë ai është obliguar me të. Nëse nuk mundet me dorë, atëherë spaku duhet të jetë aktiv, të kundërshtoj, apo ta elaboroj, apo ta ndryshoj me gjuhën e tij. Nëse nuk mundet, mbetet ky niveli i ulët që ka besim, për arsye se ai e urren atë vepër të keqe, mirë po çka nuk është aktiv në jetën e përditshme. Dhe kjo na bën që besimtari duhet të jetë aktiv në shoqërinë e tij, për arsye se besimtari është pjesë e rëndësishme e një shoqërie, edhe gjithashtu duhet ta jep kontributin e tij, për arsye se do të pyetet edhe para krijuesit të tij për aktivitetet e tij të cilat i ka bërë, sa ka qenë aktiv në jetën e tij, sa ka ndryshuar e kështu me radhë. Për këtë Allahu xhaleshanu ka thënë në Kur'an që Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre. E për ta ndryshuar gjendjen e një populli, e një shoqërie, atëherë na duhet ky besimtar aktiv i cili mundohet ta ndryshoj shoqërinë, jo për ta shkatruar atë, jo për ta eliminuar atë, mirë po çka për ta ndërtuar, për ta mbrojtur, për t'i ngritur vlerat e moralit dhe gjithashtu për ta avancuar shoqërinë në të cilën jeton, për arsye se secili besimtar është përgjegjës në atë shoqëri në të cilën jeton.